mund të mbanë 10 seanca, por nuk ka vot pa marrëveshje politike për ndarjen e pushtetit. Tashti, unë nuk e quaj këto, që që thatë ju, mos guxim, ose frikë nga zoti Kurti që të provoj të bëjë qeveri, për më shumë strategji politike që me konsumu po flasë këtë hapësirën kushtetuese që me provu me bo qeverin dhe me vazhdu me paketu se kush është fajtori që vendi përshkon në zgjedhje me 21 ose me 28 dhjetor. Nëse e kuptoni çfarë po bën zoti Kurti, mund ta merrni vesh brenda ditës çka ka bërë dje. Dikun rreth orës 13 pas dite ka nominu Glauko Njufcën kandidat për kryeministër, dikun rreth orës 15 ka thënë që nuk ka gjasa teorike që ne me bo marrëveshje me këto ish partitë opozitore që janë në kuvend. Dhe si e tillë, Ndërmjet noterja ka dekretu Glaukën duke mos pas po noterja ose rrëmbulla kësaj. Po nuk ka pasur zgjidhje tjetër, s'makisi se nuk i kanë ofruar ata të tjerët një opsion tjetër. Në situatën kur je president, më mirë është me, nëse më me shpjegoj, në situatën kur je president, më mirë është me provu mi dhënë edhe një 10 ditë, kur dikush t'i ofron 56 deputet, sepse i thotë që i ka dhe provon që mos siguron edhe 5, se sa me vendos me shku në zgjedhje. Domethënë 10 ditë më herët, 10 ditë më vonë, nuk është që prish punë statistikisht me datë dhe me ditë se kur vendi do shkojë në zgjedhje. Pra presidenti në këtë mënyrë, unë besoj që ka vepruar si dalë në këtë aspekt kushtetuese shumë mirë po taktizon që me ardhja diaspora vin, me 28 dhjetor vin. Tashti nëse ma leni me spjegu, unë po flas. Po mënosh me mbulu, jo s'po mënon me mbulu. Po mënosh me arsyetu pak të dënimin e presidentes. Jo, po mundona me tregu që ju s'pe kuptoni. Përse po thoni që aq shumë interesant vjosa Osmanit nëse do të vinë 1000, 2000 më shumë nga diaspora. Po është varce Albin Kurtit. Varce. Prandaj po interesant. Çka çon peshkë në karrierën? Për ta vazhduar mandatin presidentja, mbështeten mbi fuqinë politike të Albin Kurtit. Siç absolutisht. Kto ishte mbështetja. Nuk e përfundova, kisha një ligjërat për Smakiqin, që besoj që është mirë me ndëgju dhe pse është avokat, po është mirë me ndëgju dhe në fund. Pavarësisht që ka marrë pozicion politik në studio. Duart Viban ka drama po më ligjërat. Po, për sidomos për avokat. Nuk kene më me shkru se ta prejmë këto dhe mund është me pa në YouTube vetëm si të kryet emisioni. Mund më të shërbyn në një seancë gjysore që kjo se paraqitje tjera televizive. Ajo që ka vëtë me thonë është. Ajo që vëtë me thonë është se pak shaka. Jo, kjo është shumë provë. Smakis, të shakon edhe ti president, nëse cilën mënyrë. Kur dikush thot, unë i kam 56 deputet, provoj mos siguroj 5 ose 6, ti si president për mi shmang idejën e zgjedhjeve që potencialisht e komplikon situatën për 3 deri 4 muaj të ardhshme, thot, okay, provo mos siguron 5 ose 6. Domthonë në mënyrë krejtësisht pa ndikim dhe të pavarur. Kështu që presidenti ka në mënyrë, unë besoj që ka vepruar në mënyrë plotësisht kushtetuese dhe me drejt sepse provon që mi shmang edhe një 3 ose 4 muaj që Kosova mund të jom kohë. Por në realitet, ne gjithë e dim që kjo nuk mund ndodh. Jo, po kjo nuk mund ndodh. Ky është interpretim. Nuk mund të më bëj. Ky është